Live from Tirana në Top Albania Radio. 2 Live from Tirana, 11:09 është ora eksakte në këtë momente. Unë jam Ronaldo Sharka dhe po dëgjoni programin e të premtës paradite të datës 24 prill 2026. Dhe është me mua tashmë në studio Egi Gjuzeli, mirë se vjen në program e dashur. Si je ti? Mirë se gjeta. Tani edhe për një kohë shumë të gjatë besoj do kesh këtë termin ish-banore e Big Brother. Besoj e se po. vëllait të madh PSI. Mirë, shumë mirë. Jeta ka vazhduar, shumë bukur. Duke shumë mirë. Shumë faleminderit. Si ndihesh pas kësaj eksperience dhe pse ke kohë që ke dalë nga aty, por që e provove, njerëzit pastaj fillojnë edhe të japin mend, po pse s'bëre këtë, po pse s'bëre atë, jo po mund të ishte kështu. Ti vet, si e ndjeve gjithë të rrugtim? Për mend të njerëzve, unë dëgjoj 10 ose 100 vete, bëj si di vetë kur i thon, po që jo, për mua jam habitur në fakt se edhe ish banor, për shembull që kam të viteve të mëparshme që kam takuar, po të kanë ngelur kështu shenjë si eksperiencë kështu, ndoshta ishte edhe koha e shkurtër për mua se eksperjenca ime zgjati diku tek 12 ditë. Nuk është se më ka prekur, në sensin më zhdukur një eksperiencë që e provova edhe jeta vazhdoi normalisht. Më zhdashur pak kohë për gjumin, ai ishte një problem më vete. Po, aty të çrregullohet komplet. Aty për këtë domethënë, po për pjesën tjetër e mora si eksperiencë edhe e tillë mbete. Tani që rikthehesh në retrospektivë dhe je më e qetë dhe më e ftohtë për të analizuar, ti vetë me tënden, çfarë kuptove që nuk funksionoi për të vazhduar më gjatë? Shiko, në pikën e lojës që unë hyra, e mora pak me avash, sepse të tillë kam edhe personalitetin, fakt, më duhet kohë që të adaptohem me ambientet e reja, më duhet ajo koha ime që të bëj dallimin midis personazheve, midis njerëzve, siç ndodh edhe në jetë në fund të ditës, por momenti në Big Brother ishte që ti duhet të ishe all in për një herë, gjë që unë nuk e bëra dhe mendoj që kjo më ka penalizuar, domethënë atë pikë të lojës. Kishte ndonjë element aty që të bezdiste për të qenë all in? Jo, është kjo, të thash, pavarësisht individëve të caktuar, domethënë që disa mund edhe t'i kemë evituar, disa kam qenë kurioze për të ditur më tepër se e ke provuar dhe vetë, domethënë është tjetër gjë ta shohësh nga ekrani, tjetër gjë të marrësh energjinë e tjetrit edhe të jetosh. Po, të fiks ta jetosh. Se në përditshmëri mund të shmangesh dikujt, pa aty e ke në mëngjes, drek, në darkë, në ushqim, në gjëra intime, që jashtë nuk i bën share me njëri tjetrin. Ato micro expression, ato sado në televizion nuk është e njëjta gjë. Është tjetër gjë. I njëri që pendohesh zakonisht, pra analizon shumë po pse se bëra kështu, pse se bëra ashtu apo jo, e lë aty edhe. Jo, ishte për të shkuar kështu, ndoshta mund edhe të shkonte ndryshe, po për çdo gjë që bëj nuk pendohem, mund të nxjerr mësime më vonë, që mund të shërbejnë për eksperienca të tjera, po që nuk është e pendohet. Një mësim nga kjo eksperiencë? Me thënë të drejtën, konfirmova vetes disa pika të forta të karakterit tim. Ky ishte mësim. Po durimi që kam, qytetaria, edhe të marrit të situatave jo me gjokë, si themi, me impulsivitet, po gjithmonë me një analizë. Edhe me vetë në fundja. Domethënë, edhe pjesa tjetër që unë e kam edhe këtë empatia për të futur pak edhe në këpucët e tjetrit, që është gjë e bukur mendoj, edhe që nuk e rastisim shpesh në ditët tona. Domethënë njerëzit sot po bëhen më pak empatik se çka kanë qenë, kjo edhe për shkak të faktorëve në të cilat jetojmë, mos kontakti. Po jeta është bërë pak më egër, është bërë më drejtuar të materialit. Patjetër edhe ajo, më të orientuar drejt materialit, do të thënë sa më shumë më mirë, po ndonjëherë shkelet edhe në disa gjëra që nuk duhet shkelet, ndoshta po. Mua më pëlqen kjo gjë të vetja ime dhe do përpiqem ta mbaj sa më fort të mundem. Dgjoj, të jesh njëri në kohët e sotme është gjë e rrallë edhe është vlerë se shumica nuk janë, mendoj. Patjetër. Edhe ti je njëri i mirë mbi të gjitha. Shumica thjesht frymojnë, ekzistojnë edhe ndonjëherë edhe nuk jetojnë. Ti mendon që jeton jetën? Absolutisht që po. Unë vazhdimisht e rigjej veten,
e provoj veten, siç ishte edhe eksperjenca e Big Brotherit. Unë kam një status, jam nën, kam një biznes, domethënë nuk është se më mungonte gjë, po të themi, hajtë se po futemi këtu dhe po rregullojmë diçka në jetë, e kupton? Okej, eksperiencë le ta marr, siç ka ndodhur dhe për gjëra të ndryshme, siç ka ndodhur me fitnessin për shembull. Unë vija nga arti, po u drejtova drejt fitnessit, dhe kush e di çfarë sjell jeta, po kjo më pëlqen se të mban dhe të re kjo. Ronaldo të mban dhe të re kjo mendësia, domethënë që vazhdimisht ti të zhvillohesh. Kërkon gjëra të reja në jetë. Mendoj që në këtë vrrullin e njerëzve që duan të bëhen të famshëm pa dogan, ti je një rast shumë i veçantë, pra e qetë, nuk bën deklarata thjesht për të bërë virale, që ndonjëherë edhe çedukojnë masën, dhe mbi të gjitha nuk përcjell antivlera. Të paktën këtë kam kuptuar unë nga kur të njoh tek e diell e deri në vijshmërinë tënde në Big Brother, ndonjëherë mendoj që është më mirë pak e saktë. Absolutisht. Gjithë jetën time kështu kam qenë pak e sakt me ato lëvizjet e mia, ndoshta më është dashur më shumë kohë të arrite disa gjëra që kam dashur, po gjithmonë atë rrugën time avash e kam bërë e sigurt, dhe kur kam arritur ka qenë ajo dhe fik. Hapat mjafton të jenë të sigurt. Mirë, kaq sa për nxemje kjo, kam pyetje të tjera të cilat do thellohemi më shumë për të njohur më shumë Egin, se ndonjëherë ne Egi mendojmë që i njohim të tjerët, po kam shumë që i njohim pak, deri në periudha të caktuara, dhe këtu nuk e kanë fjalën i njohim se kush janë apo sa followers kanë, po në brendsinë e tyre. Kështu që shkojmë dhe pak në reklama dhe rikthehemi pas pak për më gjërë e më gjatë me Egin. Vazhdojmë të jemi në studio me Egi Gjizeli. Egi, beson që ke qenë e përkëdhelur nga fati deri në këtë pikë të jetës, apo e ke bërë ti, e ke marrë? Unë mendoj që po. Të ka përkëdhelur? Mendoj që po. Je mirënjohëse? Shumë mirënjohëse. Mendoj që po, që e vogël e kam djerë pak të... janë ca gjëra, ca ndjesi, për shembull se si të vinë gjërat në jetë, që ti e shikon që po të shkon më mirë se dikush tjetër, ose nuk e di. Edhe fakti që nuk kam pasur shumë drama në jetë, domethënë dhe kjo bën pjesën e vet, po mendoj që po, jam pak e përkëdhelur nga fati. Është normale, unë mendoj që disa njerëz i përkëdhel fati, disa të tjerë pak më pak. Kjo është jeta, duhet të bëjmë paqe me këtë. Je spiritualiste? Shiko, në fazat të caktuara të jetës time, edhe jam drejtuar për shembull gjërave që ne vetëm i perceptojmë, ose kemi ato pikpyetjet tona që pse ndodh kjo ose pse ndodh ajo, dhe më ka interesuar të informohem drejt këtyre gjë. Për shembull, një nga këto është horoskopi. Atë eksperiencën e parë me horoskopin e kam pasur kur vajta studioja në Itali, sepse kishte më shumë informacion, edhe në nivel librash kishe më tepër, ulesha në bibliotek, lexoja për këto gjëra, domethënë dhe ishte gjë që më tërhoqi. Po që ka qenë me periudha gjithmonë. Përpiqem të jenë logjike, po gjithashtu mendoj që ka dhe një botë që ne nuk e prekim, po mund ta ndjejmë, ose me shenja të caktuara. Të çfarë të trembë më shumë, plakja apo vdekja? Më ka pas trembur vetmia, të them vërtet. Të rria vetëm. Ka qenë një nga luftrat e mia që mendoj që e kam fituar sot e kësaj dite. Vdekja jo, nuk më tremb, nuk e kam problem fare. Domethënë të vi kur të vi, mjafton që unë deri në atë moment po ja bëj ato që dua vetes, edhe po e shijoj, kështu që live to the fullest, edhe të shkoj ku të shkoj, si të shkoj. Mendon që ke shëruar traumat e fëmijërisë, traumat brenda vetes, çfarë trauma? Mendoj që ne të gjithë kemi trauma. Patjetër. Disa më të rënda, disa një traumë mund të jetë dhe një refuzim në kur kemi qenë fëmijë nga një gjë që kemi kërkuar prindërit. Pra, ti si e marr me këtë gjë botën tënde të brendshme, me këtë fëmijën e vogël brenda vetes? Unë të them të drejtën deri në moshën 26 vjeçë, mbasi u bëra nën, mund të them që kam jetuar një jetë shumë të bukur me një familje që s'm ka lënë gjë mangut, domethënë
kam kalu një fëmijëri shumë të bukur. Edhe fal prindërve të mi, i falenderoj publikisht. Traum ndoshta ka qenë momenti me djalin kur më ndodhi që pati një problem shëndetësor dhe aty domethënë ishte goditja ime parë. Aty mësova që vërtet nuk të rrit mosha, po të rrisin problemet në këtë jetë. Kryesisht po. Ajo ka qenë dhe kam punuar shumë. Ka qenë periudhë e gjatë, e vështirë, nëse mund të di më shumë. Domethënë kjo pickoi diçka frikrat e mia dhe kjo për të ndënjur veten, domethënë edhe pse mund të isha me njerëz, unë kisha frikë prapë të rria vetëm me djalin, domethënë më ngacmoi disa mekanizma brenda vetes time, po gjë vetëm që i thoja vetes edhe në atë periudhë që ndoshta ka zgjatur diku te 5 deri në 6 vite. Vërtet? Po. I thoja vetes, tani ti e preke fundin, po tani të mbetet vetëm për të ngritur lart, domethënë ishte një kështu si shtys që i jepja vetes. Po, ka qenë një periudhë e vështirë. Nëse mund ta dim, gjithmonë. Thjesht për një mjekim të gabuar, ai ka qenë diku tek 18 muajsh, një mjekim i gabuar që e çoi në situatë shumë të rëndë, domethënë më është dashur ta çoj jashtë për t'i bërë vetëm serume për t'u pastruar nga këto kimikatet që kishte marrë. Pra, mori një mjekim të gabuar. U mjekua për epilepsi, ndërkohë që nuk vuante nga kjo gjë. Domethënë ishte një lexim ose një analizë e keq interpretuar, edhe që solli pasoja të tilla. Domethënë edhe nuk guxoja ta mendoja se çfarë mund të ndodhte, domethënë mos kisha reaguar në kohë. Dhe për shkak të kësaj neglizhence të tmeshme doja të thoja, ka zgjatur kjo periudhë pra ku do duhet ta kuroje djalin për 5 vite më the apo jo? Jo, 5 vite ka zgjatur gjëja tek unë. Momentin që ndodhi djali në krye të 2-3 muajve, mori veten, ishte gjithçka okay. Po ajo çala mbas, domethënë unë duhet isha edhe mami, po ndërkohë kisha këtë traumë, po ti ndodhi prap, ç'a do ndodhi? Domethënë ishte si një tërmet, domethënë që la ato rrënojat e veta dhe tani hajde ta ndërtojmë siç ishte. Ndërkohë kisha edhe shumë përgjegjësi sepse duhet punoja, duhet të rrisja një fëmijë. Domethënë ishte po. Edhe normalisht duke qenë njeri që dua të informohem, dua ta nxjerr veten nga e kam këtë kurajo për t'i bërë gjërat. Kam lexuar shumë, edhe shpëtimi im ka qenë vetëm fitnessi, Ronaldo, po. Fitnessi, do shkojmë për pak aty. Ti ke 2 fëmijë apo? Jo, një djalë. Okej, do bëhesh me 2 pra, shumë shpejt ndodha. Një djalë. Si ka qenë periudha jote e shtatzanisë? Çfarë mban mend nga momenti kur morë vesh je shtatzan? 9 muajt e pritjes, lindja, këto fazat e vështira që nëna tregojnë pasi lindin, sikur disi humbin veten, disa krize momentale. Ishte e çuditshme radhë parë se kur kam marrë atë testin në dorë dhe e pash që ishte pozitiv dhe thash, po tani që ndodhë? Ishte shumë ndjesi. Nuk isha e përgatitur për këtë. Far. Jo, ne bashkëtonim, domethënë ishte çdo gjë, po s'isha përgatitur për këtë moment, pra kur e merr vesh është po. Do kohë që se ti je shef kështu në për çat, del barku, po barku do kohë të dali, domethënë do 6 muaj që të filloj të duket. Po tani, po që ti rrugës i mëson gjërat avash, kam pas një shtatzani shumë të mirë, më kam përkëdhelur të gjithë familjarët si nga ana e familjes time dhe familjes atij. E momenti parë kur ta dham në duar, ka qenë një ndjesi shumë e çuditshme, edhe të qesh edhe të qaj. Domethënë ishte si ngazëllim, si bukosje, si nuk di të them, domethënë një mori ndjesish, edhe frikrash, se ai është me ty tani. Domethënë ti e përgjegjëse komplet dhe është aq i vogël, aq i brisht, aq i pafajshëm, edhe ti nuk e di, ishte kjo ndjenja, shumë ndjenja mikse dhe më vinte edhe për të qartë dhe për të qeshur. Tash mundet të ketë qenë pak ato mjekime se e kam bërë cesarean djalin edhe vetëm disa minuta e kam parë, kështu që ma dhanë edhe pastaj e ritakova orë më vonë, domethënë. Bashkëshorti ishte aty? Jo, në sallën e lindjes nuk ka qenë, kam qenë me vjerrën.
Ajo më ka shoqëruar gjatë atyre momenteve, domethënë që ke ato dhimbjet e këto, domethënë e kam si shpirt bjerën. Se e ke marrëdhënien të mirë? Shumë të mirë, po. Jetoni bashkë apo? Jo, ne nuk jetojmë bashkë, që nga fillimi nuk vira ime është shumë emancipuar, shumë avantgarde, në donte që të shiftin talente në atë të njihni njëri tjetrin, ta ndërtonin jetën, pavarësisht se kemi pas gjithmonë aty, po që donin që ne ta bënim pa të tjerë këtë eksperiencë. Ti beson që është keq kuptime të më të mëdha vjernuse vinë për shkak të kësaj luftës për territor që nënat kanë, pra duket sikur kjo goca apo i merr djali një dashuri e tepruar që ndoshta kanë për djalin tyre një egoizëm. Gati edhe në doza narcisizmi, ja? Patjetër, varet. Un kam djalë vet një herë edhe varet nga botë kuptimi i njeriu. Nëse ti je një njeri emancipuar, nëse ti je një njeri që e ke jetuar jetën tënde ashtu siç duhet, ose i ke vujtur ca gjëra në kurrizin tënd për shkak të kohës, për shembull, përpara jetonin 2-3 familje në një shtëpi, domethënë se e tillë ka qenë situata. Domethënë nëse ti e ke këtë mendje të hapur, po themi, normalisht i do më të mirën edhe fëmijës tënd, se ku ka më mirë tash është lumtur, tash është që po ndërton familjen e tij. Domethënë varet nga mendësia, po ka shumë nëna që janë posesive. Edhe pse mund të jetojnë të ndarë në shtëpia të ndryshme, prapë e vazhdojnë atë. E duan atë vendin e mbretëreshës, domethënë, po kur je re, mendoj që unë të paktën në situatë, jo se i kam jetuar këto gjëra, po ka pas situata për shembull që kam dash të them diçka dhe kam thënë okay, se do rregullohet me kalimin e kohës dhe ashtu ka ndodhur. Domethënë duhet me pas të dy krahët pak kështu për të krijuar atë balancin, se edhe për nusën, po, edhe për nusën edhe për nënën prapë është një ndryshim në jetë gjithsesi. Patjetër. Mirë, një shkëputje tjetër të shkurtër marketingu dhe rikthehemi shpejt në program. Në studio me Egi Gjyseli, interesante shumë biseda, po më pëlqen. Po, rodhi shumë. Nuk e di pse në radio ndihesh më rehat, është e vërtetë. Po, ka qenë radio. Ka imagji tjetër radio. E ka, me thënë të drejtën. Marrëdhënien bashkëshortin? Shumë mirë. Si jeni njohur jo? Ne mi njohur që kalamaj. Vërtet? Që 16 vjeç, unë të paktën se kemi gati 6 vite diferencë bashk. Jemi shumë të lashtë, po themi, në marrëdhënien tonë. Ka qenë nga ato dashurit me shikim të parë, edhe dashurit janë me shikim të parë. Ja, gjithmonë. Mund të jesh edhe shok dhe të dashurohesh pastaj. Po ka qenë aty pas të ke kuptuar. Shiko, është e vërtet ajo që ti me sekonda e kupton që ky njeriu gjysmë sekondi me shkencërisht dy njerëzve për u dashuruar, se të paktën njëri, se mund të dashurojë vetëm njëri, i duhet gjysma e sekondit. Ndoshta ajo të gjithë kanë nivelin e dur për të kuptuar subkonscienten e tyre, kështu që ndodh edhe kjo. Jo, pra jeni rritur bashkë, më thënë, keni qenë në shkollë, në lagja. Po, jo, jemi njohur unë një liceiste, ai tek Akademia e Arteve, bënte shpesh ato rrugën aty tek liceu artistik, rruga më e bukur në botë. Tregoj që tani këto shikimet e para, po ja, shumë pam, ky ishte i pashëm, domethënë, jo se s'është tani, po, ke parasysh rinia e kështu. Edhe u pam, bërja të hapin e tij të parë, domethënë. Si ishte hapi i parë? Hapi i parë ishte me lule. Në solli trëndafil. Nuk e dia, e mban mend, ka pas qenë një i moshuar para shumë vitesh në Tiranë dhe dilte nëpër lokale dhe rrugë dhe e mbante në një kanoçe ato trëndafila dhe i shiste, po ishte gjithkohës me kollare, me kostum. Domethënë ishte mam gjysh nga ato të bukurit, po. Artistik. Po, edhe i mban mend trëndafilat? Një trëndafil ka qenë i kuq. Dhe kur jemi takuar për së dyti, se kaloi pak kohë nga ky shpreha e pëlqimit, po themi me këto sinjalet, deri në takimin e parë ka ardhur me trëndafil të bardhë që vinte në paqe. Kjo ka qenë shumë interesante.
E pastaj një kohë jemi ndarë, sepse unë vazhdova studimet, të dy ishim në faza të ndryshme të jetës, edhe na u desh për një periudhë aq sa zgjati studimi im në Ati kemi Itali pastaj. Po, se kam studiuar aty. Po kur u riktheva ishte sikur e gjetëm aty ku e kishim lënë edhe vazhdoj pastaj erdhi djali. Sa vite keni bashk? 20 Mbi 2 dekada. Po. Mbi 2 dekada. Të martuar 16. Por bashk mbi 2 dekada. Sa të duash, domethënë. Po dëgjoj, është pak pyetje që bëhet shpesh, por realisht kërkon përgjigje se nëse nuk e provon, pra nuk e nga ta dish. Mbi 2 dekada, sa, domethënë, a është punë martesa? A është ashtu sepse rrie dhe ashtu, pra disa gjëra nuk bëhen me zor, pra juve si ju ka ecur linja e dashurisë, e martesës në këto mbi 2 dekada, pra keni punuar për ta mbajtur këtë marrëdhënie apo thjesht ka rrjedhur? Patjetër. Shiko, edhe rrjedh sepse unë them gjithmonë diçka, unë para djalit më ka hec koha, nuk e di, nuk më kalonte viti, domethënë. Me epokën, para djalit, mbas djalit më kanë fluturuar vitet, domethënë nuk ka shumë, po patjetër që është një punë, domethënë, okay, ti në fillim e zgjedh atë njeriu se ke këtë tërheqjen, ke këtë bie në dashuri, është ai mjalti që i thon, po pastaj është një skuadër. Është një skuadër. Normalisht për gjërat që s'pëlqejnë duhet diskutuar, duhet ndryshuar gjëra, është një punë, si të shkosh në punë në të përditshme, domethënë, ashtu është edhe një marrëdhënie. Ne kemi dhe fatin e mirë ose të keq, nuk e di si është, po që punojmë dhe bashkë. Domethënë të dy graphic designer, të dy tek studio që e kemi hapur bashkë para 15-16 vitesh, kështu që jemi dhe në shtëpi edhe në punë bashkë. Në punë. Po gjithmonë me punë, me komunikimi, u them që është çelësi. Çfarë është për ty dashuria? Si e përkufizon ti dashurinë? Dashuria për mua është gjithçka. Është frymëzim, është jetë, është forcë që të shtyn të ecësh përpara. Nuk e di, pa dashurinë, si dhe në të mirë, si dhe në të keqe, dim që dashuria ka frymëzuar romane, ka frymëzuar piktura, ka frymëzuar vepra artistike. Domethënë është gjëja që e lëviz këtë botë, mendoj unë. Beson që jeni shpirt rabinjak, apo? Si është ky raporti juaj, më përshkruaj çik. Mendoj që po. Më përpara, domethënë, kur i shef ca detaje, për shembull edhe ku diun, po kap veshin në të njëjtën kohë që ti ke kap veshin, ku diun këto detajet idiote, kështu që ti i shef kur je më e vogël, kuptohet në atë fazën e dashurisë, po mendoj që po. Domethënë, edhe jeta të mëson pak që të mendosh si ai tjetri ose ta njohësh aq shumë tjetrin. Bëheni të ngjashëm. Po. Po unë besoj që po, se ti je aq e vogël edhe të bësh zgjedhjen e jetës edhe të vazhdoj ka gjatë deri këtu, mendoj që po. Mashallah. Bukur shumë. Edhe fakti për shembull që nuk më pengoj të bëj për shembull një zgjedhje e bigut. Po. Domethënë nuk është se më mungojnë gjërat në jetë, thash, domethënë kam të ndërtuara disa gjëra, po thjesht kjo dëshira ime për të evoluar si njeri, për të provuar eksperienca të tjera, gjithmonë e kam pasur mbështetje. Nëse do të pyesim për momentin tënd më të vështirë të jetës, që sa e çon në përmend të përlot, cili do të ishte ai? Ky momenti me djalin që të thash më përpara, domethënë ai ka qenë momenti më i vështirë në jetën time. Ndodhi gjithçka shumë shpejt, pati dhe një tash si mpirje nga ana ime, domethënë nëse unë më përpara isha ai njeriu logjik edhe që i bëja ballë situatave, në atë moment si e thon fëmia është pika dobët. Aty vërtet e humba, domethënë këtë kam moment që vërtet ka qenë më, po që doli për mirë, shqyrësotet. Momenti më i bukur? Ardhja në jetë e djalit. Po djalit, po aty rrotullohemi. Po të fëmia, mos e kuptohesh me. Ronaldo, s'ka gjë më të bukur. Më kujtohet një moment, sa kisha dal nga spitali edhe kisha në krah, ishim në krevat të ty në një moment bashkë edhe i hap syt dhe më shikon, ai sigurisht ka qenë shumë foshnjë, më kupton. Thjesht të shifja ato sy, domethënë që vetëm prisnin nga ty, nuk e di, unë e kam të
të stampuar si foto në kokë, domethënë atë momentin, në mënyra se si më shikonte. Unë jam shumë i ndjeshëm ndaj fëmijëve, i dua shumë edhe paçën fatin t'i provojmë të gjithë, patjetër, absolutisht. Ke bërë dasëm? Kam bërë një dasëm 3 ditë. Edhe kam qenë dhe shtatzan kur kam bërë dasëm. Po, kam qenë shtatzan. Dasëm bëm të premte një dasëm me shoqërinë që kishte diku te 200 veta, nuk ishte pak as ajo. Pastaj bëm dasmën time të shtunës, siç është tradita, se ka qenë një dasëm tradicionale, edhe të dielën në dasmën e tij. Po, unë të dielën nuk rezistova shumë gjatë, sepse ishte vërteti, kur e mendoja më vonë thosha, ore, po pse s'bëra tenjte, pushim premten dhe bësha këto 2 ditë të tjera. Ose të paktën një për të gjithë. Se dhe shtatzan tani, se nuk është normale, po. Po që, ja, domethënë ka qenë gëzim për gjithë, se që të dy jemi fëmijë të parë, edhe nuk ishim bërë dasma, po themi në familje, isha unë nga ana ime vajza parë që martohej, nga ana ati ishte ai ideali. Edhe e shijuam, e kemi shijuar, po kur e mendoj më vonë, thua, po çpata që bëra ka gjatë, ke vërtetë 3 ditë dasëm. Po gjithsesi është bukur. Është shiu si gjë. Egi, të falenderoj shumë që ishe në program, edhe kënaqësi që biseduam për te Big Brotherit, edhe të uroj paç vetëm bekime në jetë. Shumë faleminderit, unë ndjeva shumë mirë edhe biseda ishte shumë e këndshme bashkë. Kënaqësi vërtet ishe në program. Mirë, ne kemi ardhur në fund të programit për sot, por edhe për këtë javë, për gjithë ju që keni bërë plane për fundjavën, uroj të kaloni bukur. Ndërkohë ne do të ritakojmë të hënën sërish bashkë me të tjera gjëra interesante. Deri atëherë, kalofshit bukur.